E qartë, Veriu, a ka ardhur momenti për një ndryshim të kushtetutës, apo ne do të mbetemi vetëm në konsensusin apo tolerancën politike, sepse edhe në Shqipëri, edhe ku do të paktën Ballkanin, në vetet e Ballkanit, nuk është se kur flasim për konsensus politik mbajmë numrin 1. Pra, mbasi duhet Kosova që të ketë një rishikim të kushtetutës për të mos e futur politikën vendin në krizat një pasnjëshme zgjedhore. Kjo sigurisht mund të rrisë forcën e përqendrimit të pushtetit në një dorë, por Kushtetuta e Republikës së Kosovës, si akti më i lartë juridik, e lë mundësinë si çdo kushtetutë tjetër për të bërë ndryshime dhe për të avancuar. Mirë, po për dallim nga kushtetutat e vendeve të tjera, ndryshimet në kushtetutën e Kosovës janë pak më të zorshme dhe më të vështira se po e zëm në Shqipëri, për shembull. Pasi që për ndryshimet kushtetutës në Republikën e Kosovës, përveç shumicës 2/3 që i kërkon nga deputetët shqiptar, kërkohet edhe një shumicë e minoritete, por veçanërisht e minoritetit serb. Pra, pa 2/3 e shumicës serbe është thuajse e pamundur ndryshimet kushtetuese. Unë mendoj se ndryshimet kushtetuese mund të bëhen dhe duhet të bëhen, ka shumë gjëra ku shihen hapësira apo mundësi keq përdorimi edhe keq interpretimit që janë bërë në vazhdimsi dhe jo rastësisht në Kosovë kemi pasur aq shumë ndërhyrje përmes gjykatës kushtetuese për shkak të thyrjes së kushtetues qoftë nga presidentet apo ish-presidentet deri te edhe te deputetët dhe ndoshta do të ishte para se gjithash në këto momente të cilat zindet Kosova dhe në ngërshjen e të cilit unë mendoj se gjëja më e mirë që duhet bërë është arritja një zgjidhje të problemit për të kaluar këtë, për të krijuar një qeveri që do të merr një mandat të plot 4 vjeçar, e brenda atij 4 vjeçarit të hapet një diskutim edhe për ndryshimet e nevojshme kushtetuese, duke u përfshirë të gjithë elementet apo të gjithë ata që do të jenë të prekur drejt për drejt nga kushtetuta. Pra në këtë rast po flasim edhe për minoritetet e tjera që jetojnë në Kosovë. Mirë po, e para unë mendoj që është zgjidhja e problemit apo e ngërçit politik që është në Kosovë tani e sapo. Veliu, Vjosa Osmani mund të sjellë një LDK më të madhe numerikisht nga zgjedhjet parlamentare të ditës sotme? Që kemi duaj? Vjosa Osmani ishte një herë LDK. Iku nga LDK-ja për të bërë presidente dhe në momentin që e kuptoi se nuk ka vot nga lëvizjave të vendosje për të bërë presidente, rikthehet sërish te Lidhja Demokratike e Kosovës. Gjithçka që do të thënim rreth kësaj manovre politike do të ishte tepërt. Kjo e tregon gjithë atë moralin politik, e tregon atë parimet politike të njerëzve që sot drejtojnë në forcat tona politike dhe unë mendoj se në fund të ditës Vjosa Osmani atë pozitën e presidentit shumë të dëshiruar nuk do të arrijë pas këtyre zgjedhjeve, do të del e dëshpëruar edhe nga numri i votave që do marr dhe nuk do të jetë as për së afërmi me ata numra që kishte në zgjedhjet e fundit kur ajo mori pjesë. Pra është një taktik që nuk do ta favorizojë, po thoni. Një lëvizje politike. Unë mendoj se kjo nuk është taktik politike, po është një amoralitet politik.